Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakoheni sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin tonë Rrëfime Jete, për të ndarë letrën e radhës. Më besoni, që letra e sotme është një letër e ndjerë. Një letër që brenda saj ka një bagazh të madh me vuajtje. Por tek ato vuajtje do të gjeni një shpresë që nuk do ta besoni që është e tillë. Përshëndetje i nderuar Tiranë. Unë që po të shkruaj jam një vajzë e mirë. Pse e them e mirë? Sepse do ta kuptosh gjatë letrës që do ta lexosh. Kushëriri im më martoi që në moshën 17 vjeç. Ishte kushëriri që na mbante me lek. Ishte kushëriri që kujdeseshte për ne. Jetonte dhe jeton akoma në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në verën që do të vinte, ku ne e prisnim me shumë dashuri, sepse babai im nuk punonte, gjithmonë arsyetoheshte me pretekstin që nuk mundem të punoj, nuk i kam mundësit, nuk e kam shëndetin, edhe pse në thelb ishte si kokra e mollës. Nuk është se kishte ndonjë problem. Por gjithsesi, arsyetimi i tij ishte shumë i besueshëm tek pala njerëzore, tek njerëzit. Në fakt ishte shumë e vështirë për ta përballuar këtë gjë, por ne më ishim mësuar. Ishim mësuar dikush të kujdesej për ne, ishim mësuar dikush të na mbante ne, edhe ishim mësuar të jetonim nën urdhërat e njeriut i cili jepte parat që ne të jetonim. Ditët kaluan shumë shpejt, ndoshta si asnjë verë më parë, kjo verë ishte shumë e shpejtë. Djali erdhi në vendlindjen tonë, qëndroi prej në qershor deri në shtator qëndronte. Dhe i tregoi babait tim për këtë djalin. Ky djalë jeton sot në Itali, aty ku jam edhe unë. Por babai me patjetër që muhabetin jo, nuk ja bënte dot. Kaluan ditët, ne u martuam. Fillimisht një herë ndam një unas, pastaj bëm një dasëm, edhe për 6 muaj unë udhëtova drejt Italisë. Të them të drejtën, që në ditën e parë që kam ardhur, kanë qenë ditët më të zymta të jetës time. Vetëm tortura, vetëm maltretime, vetëm tmerre, që më beso, edhe në për serialet më të tmerrshme, unë nuk i kam parë. Që në natën e parë burri më ka rrahur për arsye të kota. Unë isha akoma me velo në kokë kur më rrau. Nuk e besoja se çfarë në thelb po ndodhte. Po silleshte me mua sikur të ishte fantazëm e jo njeri. Ditën e dytë e bënte po të njëjtën. Të tretën e bënte po të njëjtën. Pothuajse çdo natë. Dhe pas një muaji, ku çdo natë më rihte, unë nuk e di si ta përshkruaj. Mezi ngrihesha në këmbë, mezi merrja frymën, mezi mundohesha të jetoj. Më trajtonte si qen, më trajtonte si kafsh.
Silleshte me mua sikur të isha njeriu më i keq në botë. Dhe arsyen unë nuk e kuptoja. Dhe vendosa që ta ul të sqarohemi. Ku qëndroni gjithë ky problem? Ai u afrua afër meje dhe më tha: unë të kam blerë me para. Dhe derisa unë të kam blerë, unë nuk të kam marrë as për grua, se unë dashnoret i kam sa të dua unë. Nuk të kam marrë as për dashuri, por të kam marrë për shërbetore në shtëpinë time, edhe për trashëgimtar. Dhe arsyeja që ai më rihte ishte që unë ta bëja sa më shpejt atë djalë, edhe ai të shikonte i lumtur jetën me të dashurat. Për mua ishte një tronditje e madhe. Në moment telefonoj nënën për t'i thënë të vërtetën. I me më nuk dinte se çfarë të bën, tha: është mirë, tha, të flas me babain. Foli me babain. Babai, me një sjellje arrogante, të tmerrshme, i tha nënës që aty u dha, aty do të rije, është e detyruar të jetë pjesë e asaj shtëpie. Dhe fatkeqësisht, unë e detyruar isha. Isha e detyruar të jem pjesë e asaj shtëpie. Dhe vazhdoj të jem edhe sot. Dhuna tek unë nuk ndalet. Tortura tek unë nuk ndalet. Lufta tek unë nuk ndalet. Buri më maltreton. Buri më rref. Buri më keq trajton. Çfarë nuk më bën? Është në gjendje që edhe të më djeg me zjarr. Unë shtatzën e nuk mbes dot. Më besoni se jam në një hall të madh, edhe nuk e di se ku të shkoj e çfarë të bëj. Babai im nuk më mbështet fare. Vëllau, hiç e hiç, sepse unë do t'ju aprish pasurinë. Ndërsa, unë kam mbetur në asnjë rrugë. Mendoj që jam në hënë të hapur. Në fakt, kjo ishte letra që unë me shumë emocion, domethënë e ndava me ju. Janë fjalët e kësaj gruaje. Unë për këshill, domethënë të kisha thënë që pasi tortura vazhdon dhe ti je shitur, ti duhet ta denoncosh këtë rast, dhe sidomos në Itali. Mos e mbaj të fshehur se në Itali nuk është Shqipëri, shteti të ndihmon, dhe do të jesh shumë e bekuar në momentin që ti do ta nxjerrësh dhe do të jesh e lumtur realisht. Mos e mbyll këtë histori. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt unë po ja kushtoj Shqipërisë tonë të dashur. Ngjarjet që ndodhen në Shqipëri, domethënë pothuajse më pak se 10 ditë, domethënë më shumë se 7 fëmijë janë të vdekur në ujë të mbytur, të rritur. Dëgjuam rastin e Lezhës ku djali i ri humbi jetën me, domethënë duke bërë xhiro në det. Në Lezhë humbi jetën një vajzë e re në det. Në Durrës sot një djalë i ri ka humbur jetën, është mbytur. Domethënë çfarë po ndodh me Shqipërinë tonë? E dashur Shqipëri, po ta shkruaj këtë letër me zemër të rënduar, me shpirt të plagosur dhe sinqerisht i stresuar. Po ta shkruaj pas ditëve të zeza që ne po na trondisin të gjithëve, pas lajmeve që po na lën pa fjalë, pas britmave të nënave dhe baballarëve që po humbin ato që kishin më të shtrenjtët në jetë. Për më pak se 10 ditë, deti mori jetë. Mori jetë fëmijë, mori jetë të rinjësh, mori njerëz që kishin dalë për të gjetur pak freski në këto ditë të nxehta vere. Domethënë kemi dëgjuar vetëm para 2 ditësh, shoh në televizionin Top Channel, që 2 vajza të vogla janë mbytur.
Sot një djalë i ri ishte mbytur në Durrës. Në Lesh, pothuajse siç e thash, domethënë, 2 viktima brenda 2 ditësh. Sot po e pyesim veten çfarë po ndodh me Shqipërinë tonë. Realisht domethënë ku janë prindërit të këtyre fëmijëve. Okej, unë e kuptoj që është kaderi i Zotit, e ka shkruar Zoti, por duhet pak edhe kujdes nga prindërit. Çfarë po ndodh me vendin tonë? Kur çdo verë hapet me tragjedi, dhe sidomos këtë vit tragjeditë kanë qenë të shumta. Çfarë po ndodh kur lajmet nuk flasin më për pushime e gëzim, por për ambulanca, për sirena dhe për trupa të pajet që nxiren nga deti? Kur dëgjon se një fëmijë nuk do të kthehet më në shtëpi, zemra të ndalet. Kur dëgjon se një nën po të prete ndet të dëgjoj zërin e të birit të saj, ndërsa ti e di se ai nuk do të vi më, sinqerisht të dridhet shpirti. Deti nuk duhet të jetë varë, pra ne unë kërkoj dhe një kujdes pak më të madh edhe nga ekipet në fakt që janë të pozicionuar për këtë gjën. Deti duhet të jetë kujtimi më i bukur i fëmijërisë. Deti duhet të jetë vendi ku ndërtohen kështjella me rër dhe jo vendi ku prindërit humbin fëmijët e tyre. Sot shumë familje po jetojnë ferin. Dikush kishte bërë gati rrobat për ditën tjetër, dikush kishte lënë biçikletën para shtëpisë. Dikush kishte premtuar se do të kthehej për darkë. Por në të vërtetë nuk u kthye. Në vend të hapave të fëmijës, në obor dëgjohet heshtja. Në vend të qeshurave dëgjohen vajet. Në vend të përqafimeve ka fotografi të mbuluara me lot. Edhe pyetja mbetet, po ajo ku po gabojmë? A kemi mjaftueshëm roje bregdetare që realisht nuk i shohun shumë aktiv? A kemi mjaftueshëm vrojtues plazhesh? A kontrollohen zonat e rrezikshme? Dhe kjo mbetet një pikpyetje e madhe. A informohen turistët dhe familjet për rrymat e forta të detit, gjë që në fakt nuk ekziston në Shqipëri? Unë nuk e mbaj mend, nuk e di, domethënë kam që gjitha ato vite, që të më vi njëri dhe të më thotë Tiranë kujdes se këtu është rrezik. Apo bëjmë gjithçka për të mbrojtur ne jetën? Dhe kjo është një pikpyetje. Sepse jeta e një fëmije nuk mund të matet me asgjë. Asnjë investim, asnjë resort, asnjë reklam turistike nuk vlen më shumë se një fëmijë që nuk kthehet i gjallë në shtëpinë e tij. Kam parë nënat nëpër ekrane televizive, kam dëgjuar zërin e tyre që dridhet, kam parë baballarë që përpiqen të duken të fortë, por u janë shuar syt nga dhimbja e madhe. Nuk ka dhimbje më të madhe se sa të varrosësh fëmijën tënd. Nuk ka plagë që shërohet kur në dhomën e tij gjithçka mbetet po aty. Lodrat, librat, rrobat, ëndrat. Dhe ndërsa familjet qajnë, ne të tjerët nuk duhet vetëm të pikëllohemi, por duhet që të reflektojmë, sepse tragjeditë nuk janë thjesht numra. Pas çdo numri është një emër, pas çdo emrit është një histori, pas çdo historie është një familje që nuk do të jetë më kurrë, por asnjëherë e njëjtë. Shqipëria po ndryshon, plazhet po mbushen çdo vit e më shumë, turizmi po rritet, por bashkë me turistët duhet të rritet edhe siguria. Nuk mund të kemi mijëra pushues dhe pak masa mbrojtëse. Nuk mund të presim tragjedinë e radhës për të reaguar ne. Nuk mund të qajmë sot edhe të harrojmë nesër, sepse çdo verë duket sikur përsërisim të njëjtën histori. Një lajm, një tragjedi dhe një ditë zije. Disa postime në rrjetet sociale, pastaj heshtje, deri në tragjedinë tjetër, por familjet nuk harrojnë, një nën nuk harron kurrë,
Një baba nuk haron kur, një motër nuk haron kur, një vëlla nuk haron kur. Ata jetojnë çdo ditë me mungesën, ata zgjohen edhe flen me dhimbjen, ata mbajnë brenda vetes një boshllëk që nuk mbushet kur. Sot dua t'ju drejtohem edhe prindërve. Mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje pranë detit. Mos mendoni se rreziku është larg, jo, rreziku është shumë afër nesh. Ndonjëherë mjaftojnë pak sekonda, vetëm pak sekonda, dhe jeta ndryshon përgjithmonë. Deti është i bukur, por duhet respektuar. Valët nuk falin, rrymat nuk paralajmërojnë. Rreziku nuk troket para se të vijë. Ndaj kujdesi duhet të jetë gjithmonë i pranishëm. Dua t'ju drejtohem edhe institucioneve, mos prisni tragjedi të tjera. Mos prisni lot të tjerë, mos prisni funerale të tjera. Veproni sot, shtoni masat e sigurisë, shtoni vrojtuesit, kontrolloni çdo plazh. Vendosni sinjalistik të qartë. Mbroni jetën, sepse një jetë e shpëtuar është një familje e shpëtuar. Në fakt, unë apeloj tek të gjithë prindërit që të kemi pak më shumë kujdes, që të jemi pak më të kujdesshëm dhe të kuptojmë se çfarë në të vërtetë do të thotë të mbrosh veten.